Shkrimtari i njohur Stefan Çapaliku ka ardhur me botimin e radhës, të titulluar Shkodra Ekspres, i cili u promovua në sallën Kardinal Mikel Koliçi pranë famullisë Shën Shtjefni Shkodër. Në hapjen e aktivitetit, famullitari Don Vlash Pala i theksoi kontributin krijues të Çapalikut me tema nga më të larmishmet, si në dramaturgji, ashtu edhe në letërsi, duke veçuar në mënyrë të veçantë trajtimin e atyre që lidhen drejt për drejt me qytetin e Shkodrës. E dim se në të rangun e tij profesional është i lidhur mirë me akademinë. Themeluesi i parë i akademisë ishte Platoni, i cili në hymje të kësaj akademie kishte shkruar një fjalë ku thuhej se aty nuk lejohet hynë dikush që nuk është gjeometër. Pra ne thëshëm që raport ka Stefani me akademinë, nërkohë që kjo është dramaturg, letrar, poet, romancier. Ka një lidhje direkte, e këtë lidhje ka stabilizu fal edhe qytetit ku lind, ku rrit, nga i cili i mori ka shumë e ka shumë po jep. Ndërsa veç Çapaliku në kontekstin e përmbajtjes librit ju rikthye aspektit historik, duke nisur nga periudha kur Shkodra ishte e para që nisi të konturohej si qendër urbane. E ka realizu deri diku këtë poli të Qenonit Bashk, është Shkodra. Dhe kjo i noll Shkodrës, jo gjithmonë, po i noll diku prej 1850 e kënej. Pse prej 1850, sepse në 1850 diku plus minus nisë e është dërqutëna rilinje, renesans, që është e inspiru me mbështetun me çdo mjet nga një fuqi e madhe edhe shumë vllazërore si që ishte Austro-Hungaria. Gjatë promovimit të këtij libri, interesimi të pranishmëve për temën dhe mënyrën se si Çapaliku e ka trajtuar qytetin ishte i dukshëm. Në këtë vepër, qasja zgjedhur nga autori për të pasuruar Shkodrën e bëri librin mjaft interesant dhe të vlefshëm për t'u lexuar.